Policia ka dhënë detaje nga operacioni në fshatin Orosh, ku dy të rinjt Erzen Uka dhe Julian Cumraku u ngujuan për gati 12 orë brenda një banese. Blut informojnë se dy të rinjt u dorëzuan për shkak të pamundësisë për t'u larguar dhe pas negociatave me të afërmit e tyre. Gjatë 12 orëve në rrethim, Erzen Uka dhe Julian Cumraku u mbyllën në banesë dhe reaguan me armë ndaj punonjësve të Reneas, duke u rrezikuar jetën. Sipas policisë, me datë 24/11/2025, rreth orës 9:00 shërbimet e komisariatit të policisë Puk, gjatë kontrollit të territorit në fshatin Orosh, Fusharrës, kanë konstatuar një person i cili, sapo ka parë shërbimet e policisë, është larguar me shpejtësi, duke u futur në një banesë të braktisur, pronë e shtetasit PC. Shërbimet e policisë kanë bërë thirrje që të dilte nga banesa, por personi nuk i është bindur thirrjes së policisë dhe ka kërcënuar punonjësit e policisë. Ndodhur në këtë situatë, bazuar edhe në informacionet e siguruara më parë për rrezikshmërinë e këtij personi, shërbimet e policisë rrethuan banesën dhe kërkuan ndërhyrjen e forcave policore të specializuara me qëllim sigurinë e jetës së punonjësve të policisë. Në vendngjarje shkuan forcat speciale Renea, të cilat morën nën kontroll perimetrin e jashtëm të banesës, që mbahen nga forcat e komisariatit të policisë Puk dhe forcat Shqiponja të drejtorisë vendore të policisë Shkodër. Në momentin që forcat speciale Renea i kanë bërë thirrje personit të dalë nga banesa, nga brenda banesës është qelluar me armë zjarri në drejtim të forcave speciale Renea. Pas 12 orësh në rrethim, ku forcat speciale Renea u bën thirrje të vazhdueshme për t'u dorëzuar, pamundësisë për t'u larguar nga rrethimi dhe pas negociatave me të afërmit e tyre, të cilët luajtën një rol të rëndësishëm në finalizimin e operacionit pa përdorur forcë dhe pa shkaktuar dëmtime, të dy personat që ndodheshin në brendësi të banesës u dorëzuan. Në momentin e vetë dorëzimit, shtetasi Erzen Uka kishte një dëmtim të shpuës në kofshën e djathtë, i cili menjëherë është transportuar me ambulancë për në spitalin rajonal Shkodër dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit të banesës janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 4 armë zjarri automatike dhe një armë zjarri pistolet, një flamur i organizatës terroriste Shteti Islamik ISIS, i vendosur në faqen e murit, ndërmjet armëve të lartë përmendura, 17 copë granada dore difensive, municion luftarak, kapsulla detonatore elektrike për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarrpërcjellës që përdoret për shpërthimin e lëndëve plasëse dhe 2 gëzhoja. Në përfundim të veprimeve të parahetimore, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve Erzen Uka, 35 vjeç, lindur në Gjorm, Kurbin, i dënuar për veprën penale nxitja e urrëties dhe grindjeve; Julian Cumraku, 34 vjeç, lindur në Puk, i dënuar për veprat penale vjedhje dhe kanosje. Materialet procedurale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme, për veprat penale nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste, prodhimi i armëve luftarake, kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit.